Në Shqipëri, gjykata e apelit shpalli sot fajtor ish komandantin e gardës Ndrea Prendi dhe oficerin Agim Lupo për vrasjet e 21 janarit të vitit 2011, duke i dënuar ata respektivisht me 1 dhe 3 vjet burg, që të dy akuzuan për vrasje nga pakujdesia. Prokuroria kishte ngritur ndaj tyre akuzën e vrasjes me dashje dhe kishte kërkuar 23 vjet burgim për Prendin dhe 25 vjet për oficerin Lupo. Hollësit na i sjell korrespondenti ynë në Tiranë, Armand Mero. Ndërsa gjykata e Tiranës në shkurt të këtij viti i kishte shpallur të pafajshëm, ish komandanti i gardës Ndrea Prendi dhe ish drejtuesi i njësisë speciale Agim Lupo u shpallën fajtor nga gjykata e apelit. Prendi është akuzuar nga prokuroria për vrasjen e Faik Myrtajt, një nga pjesëmarrësit në protestën e 21 janarit të 2011-s, ndërsa oficeri i gardës Lupo ishte konsideruar përgjegjës për vrasjen e 2 manifestuesve të tjerë, Ziver Veizit dhe Hekuran Dedës. Por ndërsa prokuroria ashtu si dhe në gjykatën e Tiranës i akuzoi ata për vrasje me dashje duke kërkuar respektivisht 23 dhe 25 vite burgim, gjykata e apelit ka vlerësuar se sipas saj vrasjet kanë qenë nga pakujdesia. Vendimi i plotë i motivuar i gjykatës pritet të zbaret në ditët e ardhshme dhe për momentin mbetet ende e paqartë se si trupi gjykues ka arritur në vlerësimin e vrasjes nga pakujdesia. Procesi 21 janarit ka qenë në qendër të vëmendjes publike. Vendimi i shkurtit i gjykatës së Tiranës shkaktoi reagime të forta duke qenë se ndonse pranohej se të dy të akuzuarit ishin autorë të vrasjes së 3 prej 4 protestuesve që mbetën të vrarë atë ditë, ata u shpallën të pafajshëm për shkak se sipas gjykatës nuk ishte prova që të vërtetonin vrasjen me dashje. Në atë kohë, ambasada amerikane, e cila ofroi ekspertizën e FBI-s në procesin për 21 janarin, u shpreh se me këtë vendim ishte minuar besimin, aftësinë dhe gatishmërinë e sistemit gjyqësor shqiptar për të dhënë drejtësi në mënyrë të paanshme dhe transparente. Pas procesit të sotëm, avokati Genzio Kutaj, që mbron komandantin e gardës, tha se vendimi do ta ankimojë në gjykatën e lartë. Vendimi i gjykatës ndryshoi vendimin e gjykatës shkallës parë në vrasje nga pakujdesia. Sigurisht që ky vendim është i pabazuar në ligj dhe në provat administruara në kundërshtim me praktikën e gjykatës së Strasburgut dhe praktikat e gjithë gjykatave të vendeve perëndimore në raste analoge. Sigurisht ne do ndjekim hapat e ankimit. Do të jetë gjykata supreme dhe shkallët e gjyqësorit të cilët do të thonë përfundimisht fjalën. Ndërkohë, pritet nëse të njëjtën gjë do të bëjë dhe prokuroria. Megjithatë, asnjëri prej të akuzuarve nuk pritet të përfundojë në burg, duke qenë se vitet e dënimit konsiderohen të shtyra nga dënimet e mëparshme që ata kishin marrë, Prendi me arresht shtëpiak dhe Lupo në burg, ku ka kaluar afër mbi 2 vjet. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.